Në këto ditë të jetshme ku Shqipëria shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit, fjala politikë është në çdo bisedë, në çdo kafene, në çdo familje shqiptare. Diskutimet shpesh mbushen me dyshime, me mbledh dhe me atë pohim të vjetër. Shqiptarët vrasin njëri tjetrin për një gardh, për një fjalë goje, por politikanët nuk i prekin. Në fakt, historia jonë tregon se e vërteta është shumë më e dhimbshme dhe më komplekse. Prej shpalljes së pavarësisë në vitin 1912 deri sot, Shqipëria ka pasur 33 kryeministra, nga Ismail Gjemali te Edi Rama, dhe nga këta, më shumë se gjysma, plot 17 janë vrarë ose dënuar me vdekje. Ky është një realitet i hidhur që i sfidon legjendat urbane dhe na shtyn të mendojmë për marrëdhënien e trazuar që shqiptarët kanë pasur me pushtetin dhe udhëheqësit e tyre. Nga 33 kryeministra që kanë udhëhequr Shqipërinë, 10 janë dënuar me vdekje në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mungesë. Emrat e tyre janë të njohur për çdo studiues të historisë: Ahmet Zogu, Fanoli, Malish Bushati, Ibrahim Biçakçiu, Kostaj Shkota, Shefqet Vërlaci, Recep Mitrovica, Mustafa Kruja, Ekrem Libahova dhe Fiqëri Dine. Kryesisht dënimet më të rënda ndodhen pas luftës së dytë botërore, kur drejtësia e komuniste nisi një pastrim të thellë ndaj bashkëpunëtorëve të pushtuesve duke i shpallur ata kriminalë të luftës. Edhe pse shumica e dënimeve u dha në mungesë, me kërkesa për ekstradim nga fuqitë e mëdha, dy kryeministra Malish Bushati dhe Kostaj Shkota përfunduan tragjikisht. Bushati u pushkatua ndërsa Kota vdiq në burg, nën tortura. Madje në një nga kapitujt më dramatik të historisë politike shqiptare, Ahmet Zogu dhe Fanoli dënuan njëri tjetrin me vdekje gjatë përmbysjeve të dhunshme të vitit 1924. Një Shqipëri e re, ende e brisht, përjetonte një luftë të ashpër politike, ku idealet dhe interesat personale përziheshin në një spirale gjaku. Përveç dënimeve me vdekje, historia njeh edhe kryeministra që kanë humbur jetën në atentate apo në rrethana të errta. Ismail Gjemali, udhëheqësi i parë i shtetit shqiptar, dyshohet të jetë helmuar. Esad Pash Toptani u vra në atentat në Paris nga një atletar shqiptar. Hasan Prishtina, një nga figurat më të ndritura të kombit, u vra gjithashtu në atentat në Selanik. Gjafer Rypi u mbi jetën gjatë bombardimeve të luftës së dytë botërore, ndërsa Idomeno Kosturi dhe Kostaj Shkota u vra në atentat ose vdiqën në tortura në burgjet e komunizmit. Janë histori që na tregojnë se pushteti në Shqipëri ka qenë gjithmonë një karrige ngarkuar me mallkime dhe rreziqe të qeverisës Shqipërinë. Nuk ka qenë kur thjesht një detyrë administrative, ka qenë një sfidë ekzistenciale. Por sa kemi ndryshuar në vitin 2025, sot Shqipëria ndodhet përballë një tjetër udhkryqi politik. 11 maj vjen në një atmosferë mosbesimi të thellë ndaj klasës politike, por ndryshe nga e shkuara për fat, konfliktet nuk zgjidhen më me plumba dhe atentate. Demokracia sado e brisht dhe e lënduar nga korrupsioni dhe nepotizmi ka krijuar një kulturë tjetër të rotacionit të pushtetit. Megjithatë nuk mund të mohojmë, Shqipëria ende vuan nga plagët e vjetra. Klima politike është e mbushur me tensione, akuza për tradhti kombëtare nuk mungojnë, ndërsa figurat politike shpesh i portretizojnë kundërshtarët si armiq të kombit, një gjuhë që kujton retorikën e egër të viteve 20 dhe 30. Pikërisht në këtë moment është e rëndësishme që qytetarët të kenë kujdes historik, të mbajnë mend çfarë ka ndodhur kur shpresat u lidhen verbërisht pas një njeriu të vetëm. Të kuptojmë se ndëshkimi politik nuk duhet të vijë më me pushk e burg, por përmes votë ose lirë të ndershme. Në prag të 11 majit, Shqipëria nuk ka nevojë për përçarje të reja, për anatema dhe kërcënime, ka nevojë për reflektim, sepse pas 113 vitesh pavarësi, duhet të jemi të zotë të dëshmojmë se mund të ndërtojmë një shtet të qëndrueshëm, ku ndryshimi i pushtetit bëhet me votë, jo me dhunë. Në fund të fundit, këto zgjedhje janë një test i pjekurisë kombëtare, janë një shans për të treguar se shqiptarët kanë mësuar nga historia e tyre se nuk do të lejojnë më që pushteti të jetë mallkim dhe se qeverisja duhet të jetë shërbim, jo mjet për pasurinë personale apo ndëshkim të kundërshtarëve. Historia e kryeministrave të vrarë dhe të dënuar është një kujtesë e dhimbshme, por edhe një thirrje që shqiptarët të mos përsërisin gabimet e së shkuarës. Më 11 maj, ata kanë në dorë armën më të fuqishme të qytetarisë moderne, votën, dhe vetëm përmes saj mund të nderojnë sakrificat, dhimbjet dhe idealet që shumë prej paraardhësve tanë i paguan me jetën e tyre.